Shpëtoi nga mbytyja të moshuarin në Itali. Shqiptari hero vlerësohet edhe nga Meloni. 32 vjeçari ka treguar si ndodhi e gjithë ngjarja, teksa ka rrëfyer vështirësitë e momentit të shpëtimit që rrezikuan të jetën. E pa që makina u mbyt dhe hoqa të gjitha rrobat. E bëm shpejt sepse nuk kishim kohë. Jemi hedhur brenda, unë dhe një zotëri tjetër që ishte me mua më ndihmoi. Ai e kapi për krau dhe donte ta nxirrte, por nuk mundi. Në një moment makina u fundos. Pas dorën e zotërisë që kishte ngritur lart të po mbytej. Më pas e kapa nga dora e të roqa fort dhe u ngrita për lart. Për fat të mirë, dritarja mbrapa ishte e hapur dhe ja dolën për ta shpëtuar, tha i riu shqiptar. Ngjarja ka ndodhur në Padova të Italisë, ku Zefi ishte i pranishëm në vendin e një aksidenti rrugor. Pa hezituar, ai u hodh në kanal me ujë duke vënë në rrezik jetën për të nxjerrë nga automjeti që po fundosej një biznesmen 85 vjeçar italian. Falënderyrës së shpejtë të tij, i moshuari u shpëtua dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Veprimin e Zefit e ka vlerësuar dhe kryeministja e Italisë Meloni me një deklaratë të posaçme.